Do doja të përshëndes përsëmërsisht kohën që ka ndarë Ministri i Transportit të Republikës Kosovës, Zoti Liburn Aliu, në realizim të kësaj vizite me kërkesë të Kryeministrit të Kosovës, me qëllimin më të mirë për vazhdimin e komunikimit, ashtu siç ka qenë në të kaluarën. Ky komunikim dhe ky bashkëpunim të vazhdoj me interes për të dyja vendet tona, sepse çdo bashkëpunim dhe forcim i këtij bashkëpunimi mes vendeve të rajonit, si me Republikën e Kosovës, si me Republikën e Shqipërisë, Greqisë, Bullgarisë, Serbisë, sigurisht që ne jemi investues të fortë në drejtim të paqes, stabilitetit, sigurisë dhe ardhmërisë së sigurt të rajonit që jo hiç më shumë se 20 vite ka qenë i trazuar, ka qenë në konflikte dhe luftra me pasoja të rënda, dhe qasja që bëhet tani më është në dobi të gjitha vendeve tona, po për të qenë i suksesshëm ky angazhim dhe për të reflektuar drejt për së drejti si tek popujt, ashtu edhe tek shtetet, në kuadër të kësaj vizite, sigurisht që një vëmendje e veçantë ju bën edhe rrugës që është më në projektim e sipër Tetov-Prizren, me levërdi të jashtëzakonshme ekonomike për të dyja vendet tona, sepse rrugët lehtësojnë qarkullimin, qarkullimi mundson ekonomi më të zhvilluar, më të përparuar, dhe besoj që ekipet ndërqeveritare merren seriozisht dhe aktivisht me këtë çështje, që projektimi të mbyllet sa më shpejt dhe fillimi të ndodh në kohë sa më të afërt. Edhe një herë do doja të falenderoj Zotin Aliu për kohën që ka ndarë bashkë me delegacionin e tij për të këmbyer mendime, për të bërë vlerësime se si të ecim punët më mirë në levërdi të dyja vendeve tona. Kam knatësinë që t'jem në këtë konferencë bashkë me zotin Ali Ahmeti para jush për takimin që sapo zhvilluam me kërkesë të Kryeministit të Republikës Kosovës zoti Albin Kurti për bashkëpunimin e të dyja vendeve dhe më konkretisht për hapat e matej të realizimit të rrugës që lidh Tetovën dhe Prizrenin, e që është rrugë që ka ndikim jashtëzakonisht të madh ekonomik për të dyja vendet. Duhet të përkujtoj që kjo rrugë tashmë ka studimin e fizibilitetit i cili është realizuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Jemi në fazën e marrëveshjes financiare për të realizuar projektin, dizajnin
edhe për tunelin e përbashkët dhe më pastaj të kalojmë në fazën e realizimit të plot të këtij projekti. Duhet përkujtoj që ky projekt, përpos që lidh Prizrenin me Tetovën, e lidh edhe pjesën e Parkut Nacional të Sharët në pjesën e Republikës së Kosovës me pjesën e Parkut Nacional në pjesën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të dyja këto zona kanë vlera të jashtëzakonshme dhe mundësi të zhvillimit ekonomik përmes turizmit si veror e po ashtu edhe dimror, dhe kjo rrugë do të krijojë një mundësi të menaxhimit të përbashkët të Parkut Nacional dhe po ashtu të menaxhimit të zhvillimit të turizmit për të dyja vendet, e që do të mund të krijonte mundësi të reja edhe për vendet punës, por në veçantë për zhvillim ekonomik. Pra, falenderoj për pritjen kryetarin Ali Ahmeti dhe uroj që kemi sa më shpejt rezultatet e këtij bashkëpunimi të dyja vendeve. Faleminderit.